keq që ka nuk ka për Shqipërinë është keq skandal është Hollywood. Ku. Njeriu që ka ndërtu kasafortën digitale të këtë shtetit, të Shqipëni, ai që ka pas në dorë këtë dhanat intime, financiare, e pronësore këtë shqiptarëve, është arrestu në Francë jo për vjetet të nderash, për të bë spionazh mbi centrale nukleare, para menoje. Shërëm, e na mësu e pa lloj hajnish. Kena pa ministrat të vjedh asfalta, drejtora të mu shtas me pare, jena bojë mën për qëty. Për rasti i biznesmenit Ermal Beqiraj, palën çdo limit logjikës. Ky s'është korrupsion, është çështje e pastër e sigurisë kombëtare. Dhe sot po du me shpërthy çdosje në detaje se është shumë e rëndësishme për me kuptu jo pse që ka ndodhur, është rreziku më i madh që shkanos Shqipënisë kohëve të fundit. Për me kuptuar rrezikun rreth parë duhet me ditë se çka saktësisht ka pas në dorë ky njeri. Ermal Beqiraj s'është thjesht një djalë që merret me kompjutera. Mes kompanisë së tij, ai u bë arkitekti dhe pronari de facto i Albania. Qeveria e Shqipënisë i ka detyruar qytetarët me kalu këtë gjithçka në online. Dhe çelëset e këtij sistemi ja ka dhënë një njeriu. Ermali, çka do të thonë që kjo? Do të thonë që Ermali që u arrestu në Francë ka pas akses absolut në të gjitha dhënat online, kadastre, statimeve, llogarive bankare, certifikatave. Në një përgjigje të spakut, ky njeri ka thonë vetë një fjali të prekshme. Informacioni është gjithçka. Ai s'ka dash veç parat e të ndjerë. Ai ka dash pushtetin që i jep informacione. Me pas në dorë dosjen e një prokurori, gjyhtari apo ministri, ti si më vesh një biznesmen. Ti e ke marrë shtetin peng. Edhe qysh e mbajti këtë pushtet? Këtu vim të dosja Spakut që tregon një tmerr të vërtet. Akuzat e Spakut ndaj tij nuk janë veç për të nderat ku ai ka thith mbi 30 milion euro për buxhetin e shtetit të Shqipërisë. Spakun ka lëshu urdhër arrest për këtë Ermalin, qysh ndjetor për vepra të rënda si grupi strukturuar kriminal, pastrim pareve e deri te heqja e palegjshme e lirisë. Plus edhe kërcënim me dhunë. Po pse dhunë? Sepse kur një zyrtar i shtetit parlamentarin ka tentuar me dëshmuar Spak për skemat e tij kriminale, grupi i tij dyshohet se e ka marrë pengat zyrtar për 10 orë. Vetëm jam mshël gojën me të radhë. Pra shteti shqiptar ja ka lënë dhënat e krejt njerëzve në dorë një njeriu që ka përdorur metoda mafioze për me mbajt monopolin e institucioneve. Ai ka shkruar vetë rregullat e tenderave, e drejtorat e shtetit veç i kanë firmos çysh ka thonë ai. Kjo është Spaku që ka thënë. Tash, ky njeri i shpallën kërkim ndërkombëtar nga drejtësia shqiptare e me pasuritë e sekuestrume, ku ka përfunduar? Normandi të Francës. Jandarmeria franceze e ka arrestuar ato pasi e ka kaptur fluturuar ilegalisht me një mjet lehtë mbi centralin bërthamor të Penlit. Një ndër pikat strategjike më të rujtme të shtetit francez. Kur ja kanë bë kontrollin fizik atina, e kanë gjetë fshehur në rroba pajisje të përgjimit edhe pajisje të gjurmimit AirTag. Profili i tij menjëherë ka alarmuar këtë shërbime të inteligjentë. Normal. Edhe janë të hetuar ata për një rrjet spionazhi. Edhe një herë, po e përsëris. Asnjë hajdut të nderash nuk shkon më fsheh në Francë të fluturuar mbi reaktor nuklear me pajisje përgjimi. Kjo është shenjë e pastër që ky njeri dyshohet se mund të jetë rekrutuar nga shërbime inteligjente të huaja. Pra, një mercenar i cili kryen operacione në llogari të tjerëve. Këtu vjen atë rreziku i vërtet për Shqipërinë, e që duhet me na shqetësu edhe neve këtu në Kosovë. Logjika ta thotë që nëse ky njeri ka qenë aq i përfshirë në aktivitete të zeza, sa më u arrestu si shpion frank, ka mundësi që skaloni deri të hap po backdoor në sistemet digjitale të Shqipërisë. Kush që di çfarë shërbimesh armiqësore kanë çësje që tash në databazat e këtë Shqipërisë përmes të njëri. Informacionet e sigurisë kombëtare mund me kanë të ushit tash në treg të zi. E dyta dhe më e rënda. Shqipëria është vënë në NATO-s, dalën në NATO-s. Aleatat amerikanë dhe evropianë ndojnë inteligjencë sekrete me ushtrive dhe policive, e kjo i bjen që edhe me ushtrinë dhe policinë Tiranë. Qysh munden që ta shta aleat, e pas besim të një shtet i cili rjetën e vetë digital ja ka besu një njeriu që ta shtu arrestu të bë përgjime bërthamore. Kjo është skandal që e minon totalisht kredibilitetin e Shqipërisë në sytë e këtë partnerëve ndërkombëtar. Asnjë shtet serioz nuk i jep sekrete në vendit ku çelësat e serverit i mbajnë një njeri dyshuar për spionazh. Hello. Përfundimisht njerëz. Me bëm ju thonë që hajde besojeni që ky Ermal Beqiraj ka kap vetë shtetin digjital në Shqipëri se është shumë i mëshëm. Është njësoj më ju thonë sikur se një ushtar i vetëm është të fituar luftën për me ai luftë. Beqiraj edhe ky Ermali domethënë u bë i fuqishëm se sigurisht e ka pas një mbredh politike. Ai u bë pasun se ja ka leju shteti. Edhe ai sot e rrezikon shtetin se shteti i mbylli
qëllimisht sy ndaj tina. Beqiraj është veç gishti që ka kriju operacionin, është veç mjeti. Pyetja e vërtetë që duhet me ushtru sot, edhe nga protestuesit për gjithkusht në Shqipëri, kush është dora politike në Tiranë që ja garantoj atij këtë çështje? Cili qeveritar ja dorëzoi çelësat e sigurisë kombëtare në njëri të tillë? Po më intereson edhe mendimi juaj. Shkruani në komente se çka mendoni për këtë skandal, edhe mos harroni me po share. Shimin vetë tjetër të Sateliti.